Consideroj që provat që kemi siguruar, kemi efektuar sigurimin e pasurërimit dhe me rastin e paraqitjes kërkesës për caktimin e parashikimit, i pandemit edhe vetë deklaroi se ka qenë i reportuar dhe ka pasur kontakte të vazhdueshme me zyrtarët e lirë. Si jeni informuar edhe dje kemi kryer pastisën bashkëpunim me Policinë e Kosovës dhe kemi siguruar prova materiale, në konkretisht telefona, në shtëpi të caktuar, të cilat ne konsiderojmë që janë problem pasurore të kryer në anë veprës penale dhe se pas përfitimit të atyre konsiderojmë se do të ngrisim edhe aktakus për veprat penale të cilëve kemi vërtetuar viktima rrezulluar. I njëjti ka qenë introduar për subsin ndaj krizës për masat veçanta hetimore dhe i njëjti lajmimi që kemi zhvilluar ka pasur kontakte të ndryshme me venduar nga autoritetet e shtëpisë dhe për shkak të hetimit që jemi prezantuar dhe të shmërisë së rastit, kërkojmë kuptim nga një që do të transmetojë